E bëri pagëzimin në Olimpiadë. Suela Mihilli doli në vendin e 60 në slalomin gjigant, garën e parë olimpike në karrierën e saj. Skiatorja shqiptare la pas 30 konkurrente dhe dha kohën e përgjithshme 3 minuta 7 sekonda e 91 të qintat. Sportistja 20 vjeçare dha kohën më të mirë në zbritjen e parë me 1 minutë 33 sekonda e 55 të qintat, por përfundoi vetëm në vendin e 65. Në zbritjen e dytë, e lodhur nga presioni dhe mungesa e përvojës, Mihilli realizoi një kohë më të dobët në një distancë më të shkurtër. Pavarësisht se vendi i 60 nuk mund të quhet i dalluar, sërish paraqitja e Suelës mund të vlerësohet e mirë për shkak të kushteve në të cilat u përgatit, traditës së paktë dhe mungesës së fondeve. Tashmë Mihilli pret 22 shkurtin për të marrë pjesë në garën e saj të dytë në Sochi, në atë të slalomit. Ajo mbetet e vetmja sportiste shqiptare në Olimpiadë, pasi Erion Tola u dëmtua dhe u tërhoq. Vendin e parë dhe medaljen e artë në slalomin gjigant e mori Tina Maze nga Slovenia, që la pas vetëm për 7 qintat austriaken Anna Fenninger.